Nga data 1 deri më 8 qershor, Shqipëria mirëpret një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore të vitit, Javën Kulturore Italiane, organizuar nga Ambasada e Italisë në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës dhe mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Programi plot i javës u prezantuar përmes një konference për mediat nga ambasadori i Italisë në Shqipëri, Marco Alberti, dhe zëvendës ministra e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Lira Pipa. Aktiviteti i parë me të cilën nisi Java Kulturore Italiane do të jetë koncerti nga orkestra Magna Grecia, që do të interpretojë në Kishën Katolike në Tiranë, ndërsa më 2 qershor koncerti do të përsëritet në Amfiteatrin e Durrësit. Më tej vëmendja zhvendoset drejt modës dhe dizajnit, stilistë të rinj që interpretojnë traditën italiane me frymën e inovacionit dhe eksperimentimit. Po më datë 2 qershor në Vlorë në Lungomare do të vi koncerti Neri Percasso. Në të njëjtën ditë në Liceun Artistik Jordan Misja në Tiranë pritet një tjetër performancë klasike nga duo Lucio Matarazzo dhe Giovanni Masi. Kurse 3 qershori sill inovacionin vizual me një video mapping në ndërtesën historike të Ish Hotel Dajtit. 4 qershori do të jetë dita e muzikës jazz në Berat me një koncert aperitivo italiano. Në 5 qershor në Gjirokastër do të mbahet performanca teatrore Ndero Baban. Në 6 qershor vjen pianisti i njohur Giovanni Bertolazzi, i shoqëruar nga Orkestra e Teatrit të Operës dhe Baletit. Më 7 qershor në Amfiteatrin e Butrintit artisti i njohur me origjinë shqiptare Ermal Meta do të mbajë një koncert emocionues. Java Kulturore Italiane do të mbyllet më datë 8 qershor me një festival mjeditor në natyrë me ushqime italiane dhe muzikë.